Lojmi i fundit. Iqbale Huduti shpallet person non grata tek nëna Shqipëri për 15 vjet. Kejt në rregull, edhe unë sinqerisht ju gëzova këtij lojmit, sepse kjo çdo herë mundohet me shti për çamje shqiptarët tonë të dashur. Por mas i keni hik kësaj pune, mas pari po ja nisëm me Taulant Balloviçi, që ditën e djeshme i tha komandantit legjendar Tahir Sinani që është kon mercenar. Edhe këto duhet Shqiptaria me shpall 9 grada, po ashtu mas pari duhet nëna Shqipëri ta shpall 9 grada dhe ta largoj nga detyra që ai posedon tek organet e qeverisë tek nëna Shqipëri. Po ashtu edhe Kosova jonë e dashur ose Dardania jonë e dashur duhet ta shpall 9 grada këtë Taulant Balloviçin. Masi i keni hik kësaj liste të hina dhe disa islamofobave që me çdo kusht mundohen me fut për qamje mes shqiptarëve për fejt e tyre. Jo moni më thonë muhe që jam përqars, po une nuk jam. Une e mbruaj fejn tem që une besoj. Njoni prej këtyno përqarsve është edhe Korab Rashiti, i cili jeton në Zvicër dhe me çdo kush mundohet të fut për qamje mes muslimanëve dhe katolik. Une nuk e di ku e kanë këta problemin. Unë veç në sen moj me ja u thonë që feja islame çdo ditë ma shumë përritët. Edhe këtë sen e tregojnë faktët e jo Bloniti. Sepse Bloniti veç faktët ja u përplas juve ftyrës. Sepse kjo nuk e përfatson fejnë islame. Sinqerisht me ju thonë. Eden, kësojna mirja kam ba. Po mbjen mu përsëri, mas i keni i kësoj liste, henjo dhe këtynove islamofobab. Hajde kalofshi mirë.